Ta filloj me një pyetje hapur. Para pak ditësh propozohet modeli për votën e diasporës. Mund bëjmë një shpjegim të thjeshtë çfarë ku konsiston ky model, si mund të realizohet? Po ishte një prezantim që erdhi si rrjedhoj e kërkesës që bëri grupi negociator për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për t'i paraqitur një ide të vetën në lidhje me regjistrimin e votuesve nga jashtë dhe me procedurën e votimit të këtyre votuesve. I paraqitëm në pranë grupit negociator të dy komponentët e propozimit ton, si atë të regjistrimit të votuesve nga jashtë, ashtu edhe atë të votimit. Procesi teknik i regjistrimit të votuesve nga jashtë konsiston në ndërtimin e një aplikacioni i cili është i përdorshëm si në telefonat smart, inteligent, ashtu edhe në internet, ku nëpërmjet të cilit çdo votues aplikon duke treguar identitetin e vet, nëpërmjet një sistemi të caktuar ne verifikojmë identitetin e këtij votuesi. Pra me pak fjalë, KQZ nëpërmjet këtij aplikacioni grumullon dhe administron të gjitha kërkesat e votuesve shqiptar të cilët banojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Dhe po nëpërmjet këtij aplikacioni, në një fazë të dytë, ne mundësojmë edhe votimin e tyre. Ky model që është propozuar me pasdorët nga takimi, fakti që deri në të dyshme nga dy afatet, mendoni duke qenë se kemi dhe vendimin e gjykatës kushtetuese i cili akoma nuk ka marrë zgjidhje. Mendoni se në 2025 mund kemi një aplikim të votës diasporës? Vazhdoj të shpresoj dhe të besoj që për zgjedhjet e vitit 2025 votimi nga jashtë apo vota e diasporës, më mirë ta themi kështu ndoshta për ta kuptuar të gjithë, edhe pse nuk është termi shumë i dur nga pikpamja ligjore, do të realizohet, por me kushtin, sikurse e kanë bërë publike me 10 herë, Kuvendi i Shqipërisë të miratoj ndryshimet ligjore dhe të plotësoj ato bështotje ligjore të cilat i ka urdhëruar gjykata kushtetuese brenda muajit korrik të këtij viti. Nëse këto ndryshime nuk realizohen brenda kësaj periudhe, kam keqardhjen dhe kam frikë të them se dhe e pamundur që për zgjedhjet e vitit 2025 të realizohet votimi nga jashtë. Një nga çështjet kryesore është se si do akomodohet vota që vjen nga jashtë. Në shfaq që tashmë ne kemi shumë shqiptarë që jemi jashtë vendit, që janë një shqiptarë, që kanë drejt vote praktikisht, sesa në Shqipëri. Dhe si do akomodohet, a ka një model që ne jemi bazuar që do ketë kaq shpesh vota të tyre, se praktikisht ka njerëz që thonë që mund na kryejë dhe qeveri nga vota nga jashtë. Po, mund të ndodhë të jetë edhe kështu, por nga jo çfarë të paktën unë kuptova në 2 takimet që kemi zhvilluar me grupin negociator, të cilët që bërë me deputet të Kuvendit të Shqipërisë nga të 2 krahat, duket që ata janë dakordsuar për këtë çështje dhe vota e atyre që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të llogaritet në njësinë zgjedhore ku ata kanë regjistrin e tyre të gjendjes civile. Pra, nëse një votues i cili banon, të themi, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në Itali, në Milano apo në Gjermani dhe gjendjen e tij civile në Shqipëri e ka në Tiranë, vota e tij do llogaritet për qarkun e Tiranës. Dikush që banon jashtë, po regjistrin e gjendjes civile e ka në Durrës, vota e tij do të llogaritet për qarkun e Durrësit. Pra një emigrant do jetë paraprak me votën e një shqiptari që është brenda në vend, por me kushtin që ketë të regjistruar gjendjen civile. Po, duhet të jetë janë të gjithë, se nëse është shtetas shqiptar, është i regjistruar diku, sepse nëse nuk je shtetas shqiptar, nuk voton. Por, duke qenë shtetas shqiptar me të drejtë vote, vota jote do të llogaritet tek qarku ku ti ke regjistrin e gjendjes civile. Nëse je në Kuks, të llogaritet në Kuks. Nëse je në Durrës, e ke regjistrin e gjendjes civile në Durrës, vota jote do të llogaritet në Durrës. Pra, do t'i bashkohet
votave të qytetarëve të bashkisë të të qarkut Durrës, të cilët votojnë brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Duket se për këtë gjë palët janë dakord që të jetë kështu mënyra llogaritjes votës. Ky model që është propozuar, është një model që aplikohet në vende të tjera që ne kemi marrë si shembull? Po patjetër, nuk është një model i cili është thjesht dhe vetëm shqiptar. Ka vende të cilat e llogarisin votën kështu sikurse duket që do janë dakordsuar palët politike. Ka vende të cilat për votuesit nga jashtë kanë vende të rezervuara në parlament. Në kuptim të standardit të zgjedhjeve, të dy opsionet janë të vlefshme, të themi. Nuk mund të themi a priori që kjo është korrekte dhe opsioni tjetër i kundërt nuk është korrekt. Në zgjedhjen e opsionit, në fakt, ti do duhet të nisesh nga disa premisa, do duhet të llogarisësh, duhet marrësh në konsiderat numrin atyre që i banojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë dhe sa prej tyre mund të votojnë, raportet e tyre me vendin, me qytetin ku jetojnë, me ambientin ku jetojnë e të tjera si këto. Vende të ndryshme kanë bërë zgjedhje të ndryshme. Duket sikur politika këtu në Shqipëri ka dakordsi për opsionin të cilin unë e ilustrova. Për të arritur te ky model, a jeni dini ose dhe juve si PQZ keni pasur konsulenca me organizata shumësiose të reja që merret me çështjet e zgjedhjeve dhe audit për vendosjen e një modeli? Nëse flasim i referohemi këtij diskutimi të fundit, pra se si do të llogaritet vota, jo, dhe nuk kemi preferuar të angazhohemi te ky diskutim si institucion, sepse duke qenë në rolin e një arbitri për këtë çështje dhe duke qenë se kjo çështje është mjaft sensitive nga pikpamja politike dhe jemi në momentin kur politika do duhet vendosi për këtë, kemi preferuar që të mos japim një gjykim dhe një mendim, për më tepër që nuk është çështje e standardit të administrimit të procesit zgjedhor dhe nuk është se lidhet drejt për drejti me përgjegjësitë e institucionit të KQZ-s. Duke menduar që kjo është një çështje që mund t'i ndante palët, nuk kemi shprehur, edhe pse natyrisht qoftë edhe individualisht unë kam një opinion në lidhje me këtë çështje, por thash, duke qenë shumë afër momenti kur do duhet vendosim për këtë, nuk do të ishte me dobi që për këtë çështje të kishim një opinion. Duke qenë se jemi këtu, ju jeni komisioneri si normal që zgjedhjet në Shqipëri ka raste që ndaj shumë pa votë. Në momentin që vjen këto vota nga jashtë, që për shumë për Tiranë mund të jenë 15.000 vota, që praktikisht një mandat deputeti, mos të pojnë. A ekziston mundësia që këto vota të ndikojnë në rezultatet, keni peshë të madhe në rezultatet? Po, mund të qelloj që vota e atyre që banojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë të jetë përcaktuese, të themi, megjithëse ne nuk e dim që vërtet e bën kjo votë dallimin, sepse ato janë, të themi, 15.000 vota në 300.000 vota. Edhe ndoshta do të ishte spekullim të themi që këto 15.000 vota e bën ndryshimin e zgjedhjes së votuesve shqiptar. Po impaktin e kanë, sepse mund të qelloj që të anojnë më shumë nga një zgjedhje elektorale politike, krahasuar me tjetrën, mund të jenë të ndara në mënyrë të barabartë, mund të jenë të shpërndara ndërmjet 3, 4 apo 5 alternativave. Do ishte komplet spekullim nëse do të, ose thuajse në të gjitha rastet spekullim nëse do të thoshim që po, këtë votimi nga jashtë e përcakton në mënyrë të domosdoshme dhe në çdo rast zgjedhjen. Një ndikim e ka, praktikisht është një vot plus, një faktor plus. Edhe një vot teorikisht mund ta bëj diferencën, sepse nëse janë 100 vota, të themi, 49 kanë votuar për një alternativë dhe 51
kanë votuar për alternativën tjetër. Pra janë këto 2 vota që kanë bërë diferencën. Dhe një pyetje e fundit, duke qenë se po ngrihet një sistem për votim elektronik, sepse është propozuar që ngrihet për votuesin që janë jashtë vendit. A mund që në një të ardhmen, duke qenë se edhe ne vetë po shkojmë drejt votimit dhe numërimit elektronik, edhe për shtetasit shqiptarë që janë brenda vendit mund të jetë zgjidhje për votuar? Ne kemi aplikuar në zgjedhjet e 2021 dhe në zgjedhjet e 2023 votimin elektronik. Kemi rekomanduar për politikën shqiptare dhe për qeverinë që të zgjerojë pak më shumë ky votim, edhe në disa njësi të tjera zgjedhore, në disa qarqe të tjera, 4-5 qarqe apo 6 qarqe të tjera. Dhe i takon politikës dhe qeverisë për ta bërë këtë, për të vendosur.